Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish kryebashkiakun e Memaliajt, Gjole Guci, në akuzën për veprën penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim. Bashkë me Gucin, për të njëjtën vepër penale janë proceduar edhe ish nënkryetaria e bashkisë, Edmonda Harizi, ish drejtori i shërbimeve publike, Feta Hoxha, dhe administratori i operatorit ekonomik fitues, Bersan Tylli. Hetimet kanë nisur mbi bazën e kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit më 28 tetor 2024 dhe janë regjistruar në procedimin penal numër 216 të vitit 2024. Rasti lidhet me procedurën e prokurimit për ndërtimin e ujësjellësit rajonal për fshatrat Vasjar, Iliras, Qesarat, Anvjos, Toç, Lullzim, Zhullaj dhe qytetin Memaliaj të vitit 2021, ku fondi alokuar për ndërtim, montim, drejtim dhe kolaudim të punimeve ishte mbi 493 milion lek. Nga hetimet ka rezultuar se kryetari i bashkisë Memaliaj, Gjole Guci, ka nënshkruar kontratën e dhurimit të projektit me operatorin Artreum Generation SHPK, i cili më pas është përfshirë si nënkontraktor në tenderin fitues, duke krijuar konflikt interesi. Komisioni i vlerësimit të ofertave, së bashku me autoritetin kontraktor, ka favorizuar bashkimin e operatorëve KEG SHPK ende de Konstruksion SHPK, të cilët kishin mangësi në dokumentacion dhe nuk përmbushnin kriteret teknike. SPAK njofton se për këtë arsye është ndarë procedimi penal numër 216 për hetime të mëtejshme lidhur me zbatimin e kontratës dhe për të kryer veprime të tjera hetimore që lidhen me tenderin. Hetimi ka evidentuar avantazhe të padrejta për operator të caktuar, favorizim të nënkontraktorëve dhe shkelje të rregullave të konkurrencës në prokurime publike. Procesi gjyqësor pritet të zbardhë rolin e secilit prej të pandehurve dhe të vendosë për masat ligjore përkatëse.